Të gjitha anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s kanë mbështetur ndërhyrjen ushtarake të Francës në Mali për të luftuar rebelët islamik. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se ai shpresonte se ndërhyrja do të ndihmojë në rivendosjen e rendit, kushtetues dhe integritetin territorial të Malit. Mira trupa afrikane do të bashkohen me trupat franceze për të ndihmuar luftën kundër rebelëve. Franca ndërhyri të premten pasi islamistët filluan avancimin në drejtim të jugut. Autoritetet franceze thanë se kishin frikë se rebelët do të marshojnë në kryeqytetin Bamako, duke krijuar një kërcënim serioz të sigurisë për rajonin dhe më gjerë. Por pavarësisht ndërhyrjes së Francës në Mali, rebelët vazhdojnë të avancojnë nga veriu në jug të vendit. Ministri francez i mbrojtjes Jean-Yves Le Drian tha dje se rebelët morën nën kontroll qytetin e Diabalit, rreth 400 km në verilindje të kryeqytetit Bamako. Ministri francez i mbrojtjes tha gjithashtu se operacionet ushtarake kanë qenë të suksesshme. Ndërkohë ndërhyrja në Mali ka rritur frikën për sulme terroriste në Francë. Presidenti francez u kërkoi të gjithë agjencive vendese të sigurisë rritjen dhe gatishmërinë në nivele maksimale për të shmangur sulme terroriste në territorin francez pas kërcënimeve të ekstremistëve xhihadistë.